Kryeministri Edi Rama ka folur për një transformim të dukshëm të ofertës politike të socialistëve në Durrës, duke theksuar se drejtësia po vepron si kurrë më parë në Shqipëri. Gjatë prezantimit të kandidatëve për zgjedhjet e 11 majit, Rama shprehu krenarim për hecimet dhe veprimet e SPAK-ut, që kanë prekur një pjesë të konsiderueshme të fituesve në zgjedhjet e 2021-shit. Duke u referuar korrupsionit të kaluar, ai tha se ky është një moment historik për Shqipërinë, pasi drejtësia po merret edhe me ministra, një fenomen që nuk ishte ndodhur më parë. Dhe duhet jemi krenar, jo që nuk duhet të ulim kokë, duhet jemi krenar për faktin që përtej dhimbjes që kemi personale për arsye njerëzore se nuk na vjen mirë që të shohim dikë që deri dje ka qenë mes nesh dhe sot është në duart e drejtësisë. Pra ama nuk ndodhte kjo kurrë nëse nuk do ta kishim hap ne këtë kapak. Nuk ka pas kurrë një ministër në historinë e Shqipërisë që e ka marrë një prokuror i pavarur dhe i ka thënë hajde këtu se do të pyes. Këtu u vran 4 veta mes bulevardit dhe su pyet njeri. Su pyet dot, po u ndalua, u refuzuan me urdhër nga kryeministri, u refuzua zbatimi i urdhrave të prokurorit. Policia i tha hikër, nuk zbatojmë ne urdhrat tuaj. Mandati i 4 i qeverisjes së tij është i lidhur ngushtë me synimet për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një proces që është bërë konkret pas hapjes së negociatave në vitin 2022. Futja në BE bëhet edhe një çështje pa egzagerim ekzistenciale e sigurisë dhe mbrojtjes së Shqipërisë, në ndërkohë që raportet e tjera, siç e shikoni, po lëvizin dhe po ndryshojnë mes vendeve të tjera. Mali i Zi i ka hapur negociatat në 2012. Ne i kemi hapur negociatat zyrtarisht dhe jemi ulur në tryezë për të filluar bisedimet konkrete vetëm vjet. Kemi filluar vetëm vjet. Mali i Zi ka filluar në 2012 negociatat. Dhe sot ne jemi krah për krah me Malin e Zi, 2 vendet që ata i shohin si më të mundshmet për të futur në Bashkimin Evropian. Rama vazhdoi turin e takimeve të tij në Durrës, ku u takua me biznesmen dhe qytetar, ndërkohë që paralajmëroi se do të vazhdoi takimet dhe përgatitjet për garën e 11 majit, duke kërkuar mbështetje për vazhdimin e procesit të integrimit dhe të zhvillimit të vendit.